Me njerë pas pendimit, hapi i ty që duhet me ndërmarë është me u kthy me nxitim tek Allahu. Jo me thonë unë pendova, po mos me ndërmarë masa konkrete. Duhet me nxitu tek Allahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Nxitoni me vrap drejt Allahut, drejt faljes së tij dhe drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Nuk mujmë me arrit faljen e jo me xhenetin e tij, nëse ne këtë pendim të sinqert nuk e konkretizojmë me masa përkatëse, me masa konkrete. Me njëherë me marë masa ndaj vetës, me njëherë me ndryshu gjendjen tënde, me njëherë me ndërmarë shkaqet e ndryshimit pozitiv. Dhe normalisht kjo kërkon gradualitet. Dhe për këtë arsye për shkaqeve tjera dhe për hapave konkret që duhet me ndërmarë me njëherë pas nxitimit tek Allahu është gradualiteti në ngritje. Jo detyrimisht na duhet me njëherë me ndryshu, sepse një gjë e tillë është pothuajse e pamundur. A ka raste që marrin me njëherë masa drastike ndaj vetës e ndryshohen krejtësisht? Ka, po janë raste shumë të izoluara, sepse jo të gjithë e kanë vendosmërinë e njëjtë, dhe jo të gjithë e përjetojnë devotshmërinë reale për njëherësh. Për këtë arsye Allahu ka përcaktuar gradualitet. E gjithë feja Allahut ka zbritur gradualisht, në mënyrë kronologjike. Edhe ndërmarrja apo ndërmarrja e shkaqeve të ndryshimit pozitiv ndaj vetës duhet bëhet në mënyrë graduale. Unë nuk po them që me njëherë gjunaqari me i lon gjunahat, por gradualisht me i lon ato. Edhe pse më e mira e mundshme është me i lon me njëherë, por e kuptoj që ato janë të shtresuara. E kuptoj që njeriu ka kaluar përmes një periudhe të gjatë derisa ka arritur në këtë gjendje të mëkatimit. Edhe pothuajse e njëjta gjë, i njëjti proces duhet edhe për përmirësim. Por duhet me i marr hapat e parë konkret. Duhet me filluar me lëviz, duhet me filluar me zgju veten gradualisht nga kjo gjendje e tmerrshme e cila ka kapluar ummetin në përgjithësi.